Mateo hap zemrën në një bisedë të sinqertë dhe me shumë emocione, duke pranuar para banorëve se ndjen se ka bërë një gabim të madh duke rënë në dashuri me Brikenën. Ai flet me një ton të qetë, por në sytë e tij duket qartë shkënimi dhe mërzia që po përjeton. Mateo shprehet se në fillim gjithçka dukej ndryshe, se ai mendonte që mes tyre kishte një ndjenjë të sinqertë dhe të fortë, por me kalimin e kohës ka kuptuar se Brikena nuk e sheh në të njëjtën mënyrë. Ai tregon se ndjenjat e tij për Brikenën kanë qenë shumë të forta dhe të vërteta, dhe se nuk ishte thjesht një simpati kalimtare apo pjesë e lojës,